Sa po është mbyllur derbi shkodran për kategorinë U15 superiore, Vllaznia fiton 3-0 ndaj ekipit të klubit futbollit Shkodra. Me teknikun e Vllaznis U15 Malvin Macerovi. Profesor, urime, një fitore e pastër sot. Grazie, faleminderit për urimin. Unë mendoj që është një ndeshje që i shërben të dy palëve, është një ndeshje ku gjithmonë fëmijët kanë kënaqësi kur luajnë përballë një tjetrit, për ne është e rëndësishme që ta fusim atë dëshirën e sportit, sepse për ne ka shumë rëndësi të përgatisim lojtarë, sepse kjo mosha më delikate që lojtarët kërkojnë me u formu, është pak i rëndësishëm rezultati, pavarësisht se për rezultat lozim gjithë, por këta fëmijë janë të rrit dita ditë, edhe dita ditë mendoj ka për t'ju shtu kërkesa përballë rezultatit. Unë jam shumë i kënaqur sepse ekipi performoi mirë në fushën e lojës. Për mua është e rëndësishme që ekipi me bate që na bëjmë në stërvitje, për mua është e rëndësishme që ekipi napin më të mirë në fushën e lojës, të marrin fitore nëpërmjet veprimeve. Kjo një në udhëzimet kryesore të drejtuesave të akademisë, drejtuesave të klubit, që për ne është e rëndësishme të luajmë futboll, të formojmë djem që dinë me luajtë futboll, të formojmë djem që na gjithmonë Vllaznia është shumë për një futboll të bukur, edhe për ne është e rëndësishme që ta djem të jenë të formuar në çdo aspekt, teknikisht, taktikisht, fizikisht. Kjo është ajo që ne na kërkohet herë mas here edhe për drejtuesave të akademisë. Konkretisht sot përballë klubit Shkodra, i kënaqur me lojën e djemve tuaj? Po, të them drejtë shumë i kënaqur. Rezultati është një anë sepse kriju me disa raste, dol me shumë herë para portër, për këtë duhet ta përgëzoj edhe ekipin, sepse i bëmë një mbyllje të mirë të vitit, sepse kjo është ndeshja fundit për këtë vit. Për mua është e rëndësishme që ekipi del para portër, pavarësisht se unë jam pak i pakënaqur sepse mund të shënoshim edhe më tepër, por gjithsesi e rëndësishme që nuk dalim rastisht deri te porta. Pra nëse ike me veprime, nëse ike me qartësi para portet, kjo është ajo që na bëjmë për ditë stërvitje, që shkojmë me veprime shumë qarta para portet dhe me veprime të mira, jo rastisht para portet. Me këtë fitore të sotme, ekipi U15, ekipi Vllaznis, është gati të futet tek katërshja e parë. Po, unë besoj që ekipi ka bërë një performancë shumë të mirë këtë pjesë të parë të sezonit, gjithsesi na presim prapë ndeshje tjera në vazhdim për mbylljen e dy fazave të para që në verdiktin final për ndamjen e 5-6 para për 5-6-2, do jam i bindur që na do ta kapim objektivin që ka edhe klubi. Për ne është e rëndësishme që sepse unë shaf edhe të djem dëshirën që kanë, sepse stërviten me shumë dëshirë, me shumë pasion, edhe këtë e them me shumë siguri që na do të marrim më të mirën e mundshme. Besoj dhe shpresoj që mos ta diskutojmë. Disa nga emrat të spikatur në ndeshjen e sotme, por edhe në ndeshjet e tjera. Të them drejtën, gaci nuk mund të përmend emra sepse ti e din gjithmonë na bëjmë në lapsus, harrojmë në lojtarë, jam i kënaqur për krejt grupit. Për mua është e rëndësishme që krejt grupi bën një punë shumë mirë, për mua është e rëndësishme që ka djem që punojnë me shumë dëshirë, edhe e rëndësishme grupi përballë para çdo individit. Një individ i mirë bën një grup mirë. Kjo është politika kryesore që kena në akademi. Suksese, profesor. Grazie, faleminderit sepse je gjithmonë i pranishëm këtu tek ne, edhe je që gjithmonë pasqyron rezultatet tona. Të falenderoj.